Kosovës Vjosa Osmani ka përkujtuar masakrën e Izbicës. Në 27 vjetorin e këtij akti kriminal, ajo tha se kjo nuk është vetëm një dëshmi e dhimbjes dhe e çmimit të lirisë, por është edhe një kujtesë që nuk guxon të zbehet dhe thirrje që drejtësia të mos vonojë. Sipas saj, 147 civil të pafajshëm u vranë mizorisht nga forcat gjenocidale të Serbisë, në mesin e tyre edhe një foshnjë 6 muajshe, Dafina Qelaj. Krimet e Serbisë, të cilat u kryen me qëllim të shfarosjes së popullit shqiptar, Osmani potencon se duhet të përballen me drejtësinë. E para e shtetit ka përkujtuar edhe masakrën ndaj familjeve Bogujevci, Duriqi dhe Lugaliu. 16 antar të tyre, gra dhe fëmijë, më 28 mars të vitit 1999 në Podujev, shuan mizorisht nga forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë. Kjo masakër, sipas presidentës, mbetet dëshmi e egërsisë së një regjimi që nuk kurseu as jetët më të pambrojtura. Masakra në Podujev është përkujtuar